Ja, i marrin pak gjërat me radhë. Ju, çfarë punë bënit në Shqipëri? Unë çfarë punë kam bë? Po, dikur. Agitacione propagandë kam bë. Si? Agitacione propagandë kam bë. Çfarë do të thënë kjo? Ta prura si shaka. Isha dizinjator, shtypshkroja Mjalduri. O, sa interesante. Po pse i quan agitacione propagandë? Ajo ishte puna asaj kohë. Sistemi. Më thënë, ishit dizenjator të Mjalduri. Një Tiranas i pazarit të ri që punonte dizenjator të Mjalduri. Në që momenti ju bie tavanin kokë, si me thënë, dhe thoni, unë do iki këtu s'bë, do iki në Greqi. Qa ndodhi? No, se ka ty zanafilën. Kur u hapën ambasadat, unë isha të studio lartë katret, si që është Mjalduri nga zona ambasadave, krau i djatë, me fjalë dera që ndërore Mjaldurit, edhe muri, që është me arë deri në fund fare, unë e kisha në katret studion, që i bosh ato shkrimet, ato për këndet. Ti bëhe dizenjo të shkrimeve, po? Për këndin e emulacionit, këto. Edhe e kisha një mik, po atere, kur u hapën ambasadat, po ishin të ambasadat gjermane, aty e kisha, shkova. E kisha afër, ti shikoj ata? Isha aty, po të them, aty. Po, asnjëherë nuk kam dash, për shembull, që ti ki, si ta them unë, si i jashtë liqën, ose jo se unë desha me rujt atë, po dukesh i diçka, to vujtje, pse do ty të vuj atje në për ambasada, në për, edhe të bësh sakrifica. Edhe erdhi dita që unë shkova në Greqi, në vitin 1992. Në 92-shën? Po. Shkuat me vizë? Me vizë shkuat? Po, isha i martum atere, edhe kisha i djallë, i vogët, 89, 92, 2 vjeç, 3 vjeç, diçka. Sepse grunë e kam me origjinë, mamaja ishte greke, po babaja shqiptar, është nga Bauci, edhe kur ikëm Greqi, e kishte teze, dajat, po as njës një mëna, vetë qam, atje ajo sheshi Omoni atje, që dolin për punë, një tezja gruas, pastaj në majtja... Ma tregon pak atë momentin ti ishe dizenjator në katin e 3 të Mjaldurit, më thënë luks për kohën, po flasim për atë kohë. Dhe befas, në këto vite ndryshimi e gjenë vete në sheshin Omonia që kërkoje punë për qa lloj pune kërkoje, apo qa të dilte? Ishme qa dilte punëtor kraut, që qa do punoshim në gjuhën se dishim, qarë... Qa më ndoja ato momente? Ma të kujtohet në njëra, apo e ke fshirë nga kujtesa, sheshin Omonia? As i gjo nuk kam fshirë, por nisa, si gjithë tjerët, unë të shi me që bosha ato të lajot, tek gjamia të rruga Kavajës, që ato pregatiteshin për stendat e 1 majt, stendat e kisha 2 shok aty. Ato gëzuar 1 maj, në kujtun si thuaj në atë ka. Për stendat, kur bote prakelimi 1 majt, për 28 ndorin to. Edhe një mosha për punet me i fjallë, shkoshe edhe aty një mosha ato. Edhe me ato të lajat, me ato gjonat, qatë bëj boja gji. Ishte ma afër profesionit. Gjuhën të ka së dishim, u pregatishim, mësoshim anglisht, edhe aji profesori që i morëm ne, Namika Jazin, besej du t'a njofesh, sepse ajo djalin Namika Jazit ka morë për gru ish deputeten, të ashtë s'po mbi mene. S'karëm si, po, e di, po. Kështu që mësum anglisht, erdhi Namika Jazi, sepse Namiku ishte atere internuar, ishe miku i familjes tonë. Duhet kësën babaj Namikut atere? Po. Ndërsa babaj i është i dënuar në vitin 1947, kur ishte ushtar për agitacione propagandë,
bashkëpunëtor me anglo-amerikanët për rrezimin e sistemit komunist. Po atëre, kur e kanë dënuar babain, si ka mundësi që ti kishe një punë kaq të mirë, se puna jote ishte nga ato punët me përgjegjësi për kohën, më thënë me shumë risk. Po e kupton ti, si Tiranë që ishim, jo Sherraxhi, jo Belaçi, po, përfshirëshe përsëri në sistem. Me shoqëri. Kam qenë, ta kuptosh edhe këtë, domthon argja ime këtu, domthon më ka pru shoqëria, më ka pru respekti për njerëzit, respekti për punën, edhe unë jam ku jam. Edhe këte i them edhe fëmijëve mi, respektoni punën, respektoni shoqërinë, edhe rruga është e hapur. Shumë e bukur. Sa fëmijë keni? Dy fëmijë. Djali lindi në Shqipëri, po fëmija tjetër? Vajza lindi në Greqi. Vajza në Greqi. Në Greqi do me thonë, fillua të bëja gji. Si ecët pastaj, sa ndodhi, sa vjetë aty? Deri në 2007 atje? 17 vjetë. 17 vjetë. Por ndryshoj, jeta juaj